merrni me vete mësimin se suksesi ndërtohet me karakter. Të mendoni për ditët e vështira, për mbrëmjet e gjata, për ndihmën e familje. Kjo është dita juaj, dita kur çdo sakrificë merr të kthim. Dhe tani le ta kalosim këtë kujtim për gjithmonë. 3, 2, 1, suksese! Urinë të gjithëve! Udhëtimi juaj sapo ka filluar! Të vazhdoni me fotot që janë poshtë në të majtën time dhe më pas ju kënë të gjithë dhe i okej në pjesën e të Urime për diplomë, edhe mbaj qepi. Jesh kërnare gjithë jetën se arrita se që të jesh, okej? Nuk ju aprova më një dëmonë se shduhe që dalin hanë. Stelina, o Stelina. Urime lale dhe patës. Gjithmonë vitët më të bukë. Po ti kur e takoj edhe ti më në vetë. Jepja dorën. Jepja për respektët. Dhe do të të e këtu e të mamatorë. Ka shmo bukën, të gjohë bledin që të bledin. Të gjohë bledin është për respektët. Ta një që të më të më tjerë dhe të jepja dorën edhe kajqë. Jepi dorën dhe kajqë, urime edhe kajqë. Gjohë bledin se të e shumë njërë ashtu. Pa përshëndes pak mamin kënë. Pa ati ikim bashkë. Se nuk e gëtis do. Urima për vajzën, për diplomimin dhe shqyqyja arriti ëndrës. Me ke supervised fort. I gushi? Si jeti? Mirë? Otra? Nome? Qa pone? O lodhe? O lodhe? Si e? Mirë? E ishte shumë ka nejtë si ta shqivja Stelinën atje lartë dhe mbohet shumë qepit, për zotin. Ishte shumë qepit, edhe vetëm urime, inshallah. Ikim? Të ikim? E kësha për dhe tjë. Një moment një moment më kulminant në jetën e Stelinës, sigurisht me pak krip dhe piper nga përputha. Casey shkoi tek ceremonia e diplomimit. Kam shumë për të thënë, megjithatë t'ja nisim nga e para. Stelina, urime, nuk po t'i marrë tani ndjesit e para, po mund të më bësh një koment për si u ndjeve që u finalizua gjithë mundi me shkollën tënde, dhe pastaj të ndalemi pak tek fakti që ti, siç keni treguar, nuk e patur komunikim me Caseyn deri në ditën e diplomimit. Unë di nga gazetarët që ti nuk e ke pritur që Casey do të vinte atë ditë. Ka qenë një nga momentet që unë me zje kam pritur një jetën time. Megi, është një nga arritjet, besoj, më të mëdha e jetës time, e kam bërë me shumë mund dhe me shumë dëshirë atë. Është dita të cilën unë ja dedikoj tërësisht familjes time që kanë qenë krah çdo mundit timin edhe patjetër vetes time. Pastaj për sa i përket ardhes së Caseyt, po, nuk e prisja, duke marrë parasysh edhe se si ka shkuar situata jonë gjatë asaj kohe. Ishte surprizë shumë e bukur. E vërteta qëndron që kur ne kemi qenë shumë të lumtur me Caseyn, mund ta vërtetoj dhe Casey këtë gjë. Unë kam kërkuar Casey që të ishte pjesë e diplomimit tim, duke qenë se data po afronte. Dhe i kam thënë që do doja shumë të ishte pjesë e diplomimit tim.
sepse mendoj që sukseset dhe momentet e bukura ndahen patjetër me njerëzit që i ka afër zemrës, edhe Casey ka qenë një nga ato persona të cilat unë kam vlerësuar më së shumti që t'ishte në një moment të tillë. Selina, kur rri pa folur për një kohë relativisht të gjatë me dikë, janë dy ekstreme, ose të duket shumë i shëmtuar, ose të duket shumë i bukur. Tani, unë jam e përjashtuar nga marrëdhënia juaj, megjithatë Casey më duk veçanërisht simpatika të ditë. Po, ndoshta edhe... Ndoshta apo ishte? Jo, më falni. Se ktheva syt nga Casey dhe pash që po nënqeshta. Më fal. Domethënë po busqesh, mos po nënqesh. Po nënqeshje dhe ishte duke parë nesër. Vazhdojmë. Po nënqesh, më fal, se domethënë unë mo kjo quhet pa pjekuria, për këtë po. Po jo më lart, jo. Pjekuria ishte ajo atje që dhe në situatë që ishim aq kritike, a kupto? Pra përpiqem që të gjendem pranë për ato 5 biseda që kam bërë me Stelinën kur kemi qenë tamam, kur s'kemi pas probleme dhe për të treguar që njeriu pavarësisht se ka probleme të gjendet pranë, si për të si për të keqe. Asaj çdrit fytyra sapo tha Megi, tha Casey, i vajti vesh më vesh goja. Mos të ndalemi tek ajo, se dua të Casey, të lutem, Selina... Po e gjove që a thotë në qeshja, jo, mirë, okej, tani do qetësohesh pak? Budalliqe më qytë në qeshja. Po më mua. Selina po flet shumë e prekur për faktin që ti ke shkuar tek ceremonia e diplomimit. Tani, do ishte shumë mirë që ta dëgjoje Stelinën deri në fund, mos t'ja bllokosh mendimin me një lloj fodullëku që nuk të shkon. Po e shikoja dhe po qeshja dhe unë. Kam një problem që ajo e di, kur qa një person, unë nuk e shikoj do të në sy. O zemra ime, kur qa një person, unë se shof do të sy se preken. Ajo u prek, vazhdoj me ato, u stopua 2 sekonda pa fol, unë ullë kokën këte. Pse merr frym Casey? Mos merr frym. Fatmirësisht aty ka qenë prania e kamerave dhe ne pam një komunikim mes teje, motrës tënde, mami dhe motra ishin aty. E pan Casey-n, i cili ishte vetëm pak metra mbrapa tyre. Motra të dërgoi një mesazh, është e vërtet? Po. Është e vërtet. Ti e pe mesazhin se unë isha. Ju e keni kapur shumë mirë atë momentin. E kishe parë Casey-n deri në atë? Jo, fare. Jo, të betohem, jo, nuk e dija, nuk e prisja. Thash, edhe duke qenë se kishin ndodhur gjitha situatat e ditëve më përpara, të cilat u zjatën në një kohë të cilën nuk e kisha pritur të shkonte në atë formë marrëdhënia jonë. Nuk e kisha menduar asnjëherë që do përfundonim këtu edhe që do zgjaste kaq shumë mërzia me njëri tjetrin dhe inati me njëri tjetrin. Po ashtu si shkuan gjërat, nuk e prisja që Casey ishte pjesë e diplomimit. Dhe kur Krista më tha që, motra ime më tha që Casey është këtu, nuk dija çfarë duhet të ndjeja. Çfarë ndjeve? Momenti i parë që e detektove ka shkuar në mendje që një natë përpara që po bëhesha gati, po bëja rrobat gati për diplomimin edhe mu kujtua ajo çfarë unë i kam thënë Casey dhe mbaj mend edhe ku kemi qenë kur unë ja kam thënë që dua të jesh pjesë e diplomimit. Edhe më erdhi keq që për një kohë kaq të shkurtër, gjërat kishin ndryshuar kaq shumë dhe që Casey nuk do ishte në diplomimin tim. Po fati deshi që të ishte.